Konferencë shkencore në Malësi për kryengritjen e vitit 1911. Më 4 prill në zemër të Malësisë së Madhe në kullën e Çun Mulës u zhvillua një konferencë shkencore kushtuar kryengritjes së Malësisë së Madhe, një nga momentet kyçe në historinë e shtetëformimit shqiptar. Aktiviteti i mblodhi studiues, historian dhe qytetar. Konferenca organizuar nga shoqata detare Kulla Bayraktari Thotit me kryetar Erjan Bayraktari në bashkëpunim me Muzeun Malësia, me synim për të rikthyer në vëmendje një kapitull të rëndësishëm të historisë kombëtare. Në pranverën e vitit 1911, malësorët e Hotit, Grudës, Kelmendit, Treshtit dhe Kastratit u ngritën në kryengritje për liri dhe të drejta kombëtare në udhëheqjen e Det Xholulit. Ata ngritën flamurin kombëtar në malin e Det Qiqit me 6 prill 1911. Ky akt historik u bë simbol i ringjalljes kombëtare dhe parapriu shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Zona e Det Qiqit dhe Bratilës mbetet një nga pikat më të rëndësishme historike të kësaj kryengritje, ndërsa harta e Malësisë së Madhe dëshmon për përhapjen dhe rëndësinë strategjike të saj në përballjen me forcat osmane. Tu kishte studiuese Kujtim Shala, Romeo Gurakuqi e të tjerë.